Së diskutantëve të regjistruar, fillojmë me listën. Diskutanti i parë është zoti Sali Berisha. Të nderuar qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë seancë, e cila del jashtë të gjitha kritereve të seancave të thret një parlament, por mazhoranca e krimit nuk ka ligj, nuk ka kushtetut, nuk ka rregullore. Pavarësisht nga kjo, ne jemi këtu për të dëshmuar mbështetjen tonë të plotë dhe të palkundshme në politikat e sigurisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në qëndrimin tonë pa ekivok, në mbështetje të këtyre politikave, mbasi Shtetet e Bashkuara janë aksioneri më kryesor i paqes dhe sigurisë në botë. Ne mbështesim plotësisht këtë iniciativë të presidentit Donald Trump, edhe për faktin se ndallim nga shumë kombe tjera, askush nuk ka përcaktuar më shumë lirinë e shqiptarëve sa Shtetet e Bashkuara, veçanërisht dekadat e fundit, me çlirimin e Kosovës, pavarësinë e saj dhe mbështetjen e saj. Në këtë kontekst, për sa kohë Shtetet e Bashkuara të qëndrojnë në zotimet e tyre për Aleancën e Atlantikut Veriut, ne qëndrojmë në çdo problem sigurie pa mdyshje në anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo, përveç tyre, duhet të them këtu se Bordi i Paqes ngrihet për një nga aktet, do të thosha më të jashtëzakonshme, ndërprerjen e luftës në Gaza. Dhe këtu, presidenti i Shteteve të Bashkuara ka një merit historike jashtëzakonisht të rëndësishme. Bordi, që nuk e thot kjo, se ja ka marrë Belinda mendin dhe as Lubia mendin dhe asaj, është i mbështetur në dokumente Organizatës Kombeve të Bashkuara. Pra, nuk e nxjerrin këta. Bordi ka mbështetje në rezolutën e Këshillit të Sigurimit. Dhe është një hap tjetër drejt konsolidimit të paqes në atë rajon. Thënë të gjitha këto, seanca merr një karakter të paimagjinueshëm, vetëm për shkak të përpjekjes primitive të një njeriu që tani po i vjen fundi, që ta personalizoj këtë dhe çdo gjë tjetër si mburoj, mbasi ajo që i rrin në krah, po e merr me vete. Po e merr me vete dhe jo pa të drejtë. Jo pa të drejtë. Sepse ajo si një shërptor e bindur, ka zbatuar çdo urdhër të tij. Sepse nuk është ajo që mori Palloshin me vete në Ankara, është ai që mori Lubin në Ankara dhe u bë pazari 50 milionësh. Është ai që i dërgonte urdhra se si unaze ndarë në 14 tendera, 13 kilometra, të shpërndaj, të vidhej, të shumëfishohej, të hipej, mediave të tij. Është ai i cili figuron
në të gjitha analet ndërkombëtare si bashkëpunëtor i krye kartelit të botës që është Sinaloa e Meksikës. Është ai i cili figuron kreu i organizatës kriminale me lidhjet më të fuqishme me kartelet e drogës, kartelet shqiptare të drogës në Shqipëri dhe Amerikën Latine, dhe që ka urdhëruar takimin në Aruba, është ai i cili e ka shtruar agjensinë shtetërore të mirëlindës në turpin e shekullit, në agjensinë më mafioze të planetit, që mund të ndodhë në organizatat e mafjes të marrin peng, kjo ndodhë, po që nërmarrja shtetërore, agjensia shtetërore të organizoj pengmarrje, dhe për këte pengmarrje, pse ngren ato durti, si e mbron ti ashtu? A kujton ti se e mbron ti për krunë arzi? Do të them një gjë këtu, mos u bëni ashtu si kundër nuk jeni, sepse mbështesni të keqen e madhe. Po çfarë do thot ajo? Çfarë do thot ajo? Kam respekt maksimal për mirëlindjen. Ndërkohë, 2 pengmarrje për Bazhanakun. Shkojnë me një pak dëshmit e Geron Meçës. Janë të tmerrshme. U themur ju. Ato të duket lubia lule. Po jep zemër tani, shifeni. Po, të duket lule që janë ato. Shkojnë nervi ato. Atëherë, ky njeri që ka shtruar pra një korps privat, Akshin, dhe ka respektin më të madh për mirëlindjen, për meritën se aty merren pengje që tendra të fitoj Bazhanaku. Ky njeri personalizon në marrëveshje, një ftesë e cila nënkupton në absolute Republikën e Shqipërisë. Pa diskutim. Çfarë do thoni ju nesër kur të ndigjoni Lubin në bangon e të akuzuar të thotë se të gjitha mi ka urdhëruar Palloshi? Çfarë do thoni ju? Më thoni ju mua pak tani. A do skuqi nga votimi që keni bërë? Çfarë do thoni ju? Kur të dalin Ergjys Agasi, kur të dalin videot e Ergjys Agasit, çfarë do thoni pastaj ju? Se edhe ju keni ndërgjegje, keni familje, keni njerëz, keni tafër, keni zgjedhës. Çfarë do thoni atyre ju? Më thoni pak mua. Çfarë do thoni ju zgjedhësve tuaj? Që personalizoni një akt ndërkombëtar të rëndësishëm me emrin e nxirr të një njeriu i cili lvize kokën, lvize, po ta them unë që e ke gabim, shumë shpejt do pendohesh për atë kokë që lviz. Po, mirë, vazhdo, mirë dhe se tani, edhe kjo i thoshte Skënderbeu, po, ja ktheu Skënderbuçi pastaj, e pa kjo që i foli këtu para jush, që i ka ditë të numëruara, jo nga unë, nga Lubia i ka ditë të numëruara. Kjo është e vërteta, ja u them unë ju, am thonë. Ndaj dhe, pse e bëni kështu ju? Hajde urdhë, ta votojmë si duhet, po pa emrin që nxin. A e morët vesh ju që? Dhe presidenti tha se në atë lista janë në atë bord janë 2-3 emra që s'do t'ja unë dëgjoj kur emrin. Po, e tha, shko merreni, për ke kishte fjalën, po sigurisht që ai s'do t'ja dëgjoj Lukashenkos, ai s'mund t'ja dëgjoj Ramaduros, nuk mund t'ja dëgjoj. Se çka bërë ky apo jo më?
A e kuptoni, jo një minutë. A e kuptoni kjo që në një samit ndërkombëtar kyre e vetës totale me të vetëm për t'u servilosur Macronit? Pa e kuptoni që s'mund talësh kur kryeministri një samit ndërkombëtar me asnjë burg shteti aty të vendeve të lira, kurse ky si gjokatar me edhe dilte për atë shkon dhe thosh dhe mediave. E u bëj interesant ky përfaqësuesi Palloshi Belindës. Mbaroj koha. Si jo? Mbaroj koha. Shme minutash, 10 minuta. Dakor, qëndron, herën tjetër duhet vendosim orën për balë. Kryeministri ka fjalën, zoti Rama. Ka marrë fjalën kryeministri. Fjalën e ka kryeministri. Zoti Berisha, lironi foltorën.